Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar në ekranin e News 24 dhe në valët e Radio Rash. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Legalizimet, tapit për 1000 pronar, lista e Luiznit, emrat në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Vlorë. Familjet që përfitojnë pronësinë mbi tokën ku kanë ndërtuar paleje, vendimi i qeverisë, emrat edhe në Shkodër, Dibër, Berat dhe Lushnjë botohen në brendësi të gazetës shqiptare. Intervista Lulzim Basha, protestat koncepti vjetëruar, kufizim për pushtetin e kryetarit, ndërhyrja e Dakos, kreu i Partisë Demokratike, nuk bëj debat me një bandit, sill Ramën. Vlahutin, ndalim për të burgosurit, të gjithë kanë të drejtë të votojnë. Edhe të dënuarit duhet të zgjedhin. 2000 të dënuar nuk do votojnë më 2017. Ambasadorja e Bashkimit Evropian, bazë e demokracisë. Sherrë në kuvent, lirimi Lul Berishës, hetim gjykatave. Edi Rama, Vangjushdako pa faj. Berisha dha garancin. Prokuroria, gjyqtarët e Bashkia Durrës dyshime për shpërdorim detyre. Infermierët, regjistrimi në praktik, tani edhe pa diplom, nuk ka më penalizime. Nga Zydi Dervishi botohet opinioni ditës me titull Alfred Uçi, modeli me jarir i akademikut. Nga Dimitros Avramopoulos, Ballkani Perëndimor dhe rruga e tij evropiane. Opinioni sportiv nga Ervin Baku sjell artikullin Radiografia e kampionatit të futbollit. Rritën pagat, kuvendi, okej buxhetit, bie propozimi Lëvizjes Socialiste për integrim për laboratorët. Takimi në Shkodër, dhoma e zejeve, Klosi Bregasi, mbrojtje për zanatet në vend. Afatet e reja, tatimet, biznesi duhet të dorëzojë inventarët deri më datë 10 janar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, vendimi si do ndalohen makinat para vitit 2005, ndotin ambientin. Qeveria bën gati vendimin për cilësinë e ajrit. Do penalizohen automjetet para vitit 2005. Ministri Koka, kategoritë që ndalohen të importohen. Legalizimet, emrat e 753 familjeve që marrin tapit. Zbardhet vendimi, lista zyrtare përfituesve në 12 qarqe. Aksioni me 200 policë u dekonspirua. Zbulohet telefonata pas mesnate që njoftoi Klement Balilin. Ministri Manjani përgjigjet ambasadorit Lu. Unë nuk arrestoj. Drejtori Qato, 40 policë të lidhur me drogën. Miratohet buxheti, takse re për gazin, sa rriten pagat dhe pensionet. Loja me numrat për propozimin e Lëvizjes Socialiste për integrim. Lirimi Lul Berishës, Dako, e vërteta e punësimit, Partia Demokratike të shkarkohet. Kreu i opozitës Basha flet për hapjen e Partisë Demokratike. Gara mes meje dhe Oldashit ishte e vërtet. Konferenca, akademiku rus, Ismail Kadare ishte kundër regjimit, por jo disident. Një opinion nga Dimitros Avramopoulos mban titullin Ballkani Perëndimor dhe rruga e tij europiane. Nga Leonida Mërtiri, pavarësisht humbjes që shqiptarët gatuan vetë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, Aluizni, 1000 familjet që marrin tapin, legalizimet. Publikohet tabela e plot me përfituesit në 11 qarqet e vendit. Afatet që do të ndiqen për marrjen e certifikatës së pronësisë në zyrat e hipotekave. Bllokohen në zyrën e regjistrimit pasurive dosje që u ndryshohet pronësia deri në kompensimin e pronarëve. Albina Dede, autoambulancat po lëvizin pa kolaudim dhe pa siguracione. Gjykata, burgjet të mbipopulluara, të lirohet Lul Berisha, vendimi i plot, argumentimi plot i 3 gjyqtarëve, gjatë lirimit me kusht duhet të ri larg bashkëpunëtorëve. Dokumenti 12 faqesh, në burgër sjell mirë, nuk pi alkol. Shpërblimet, afatet e marrjes së lekëve, shpërndarja me 5 data, kalimi parave sipas kategorive në postën shqiptare, punonjësit do punojnë jashtë orarit. Saranda në rrethim, Kelment Balili i shpëtoi 5 aksioneve të policisë për të arrestuar. Votohet buxheti, miratohet koncensioni për laboratorët, abstenojnë Rama dhe Meta. Zgjedhjet në Maqedoni, Ali Ahmeti këshillohet në Tiranë për koalicionin qeverisës. Bisedimet për zgjidhjen e krizës pas rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Kombëtarja, Federata e Futbollit merr vendim për të larguar trajnerin Debiazi. Ikën dhe Tramezzani, duhet të bëhem trajner. Prezantohen fanellat e reja që do t'i veshin lojtarët në ndeshjet e botrorit Rusi 2018. Forumi i Sigurisë, portali i posaçëm për zbulimin e hakerave dhe grabitësve të identitetit, të janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, hetimi i prokurorisë, shkeljet që sollën lirimin e Lulzim Berishës. Reagimi ashpër pas lirimit të Lulzim Berishës, i dënuar për 5 vrasje dhe krime të tjera të rënda, ka shtyr prokurorin të nis hetimet me disa vendime gjyqësore që lehtësuan lirimin, ndërsa merret në hetim edhe kryebashkiaku i Durrësit dhe garancie që e ka lëshuar për Berishën. Basha kërkon shkarkimin e Dakos, po liron kriminalët. Intervista Basha. Qytetarët presin ndryshimin dhe besojnë tek opozita, po diskutohet kërkesat e publikut ndaj opozitës. Askush nuk ka më besim te kjo qeveri. Lajmi i mirë është se ka pritshmëri tek opozita. Parashikimi për zgjerimin. Shqipëria antare e Bashkimit Evropian në 2025, para Serbisë dhe Malit të Zi. 40 punonjës policie në hetim për lidhje me trafikun e drogës. Intervista Vlahutin, Venecia tha okej, vettingun nuk negociohet. Topi është në fushën e Shqipërisë. Deklarata i takon ambasadores Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, e cila ka qenë e ftuar në Top Story, ku foli për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kushtet që duhen plotësuar. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Protesta e fundvitit. Mësuesit përpara Ministrisë së Arsimit. Editorialisotëm është shkruar nga Roland Lami, titullohet Loja me pasqyra, qeveri opozit. Një opinion nga Armand Shkullaku, Gjushi i Durrësit nuk ka faj. Nga Dimitris Avramopoulos, Ballkani Perëndimor dhe rruga e tij evropiane. Kritikët botëror në Tiranë, dëshmi nderimi për Kadaren, meriton Nobelin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapa. Gazeta Telegraf, automjetet që do dalin jashtë përdorimit. Ministri Lefter Koka, 48 deri 60% e ndotjes së ajrit vjen nga automjetet, të cilat janë prodhimi para viteve 1993. Makinat e reja dhe të përdorura që do futen në Shqipëri dhe kriteret e reja sipas vitit të prodhimit. Koncensioni serb i laboratorëve, urdhër i prerë drejtorëve, largim nga puna të gjithë atyre që protestojnë kundër koncensionit. Ja 11 kërkesat e shoqatës së laborantëve. Një opinion nga Angel Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, mban titullin Diferencim apo diskriminimi i invalidëve. Nga Anduen Taka, çfarë është autizmi? Ish drejtori i Zërit Amerikës Frank Shkreli, njoftim shumë e vend nga Arqipeshqvia Tiranë-Durrës, politikanët shqiptar dhe përvoja amerikane. Ali Ahmeti në Tiranë, kreu i BDI-s takime me Nishanin, Metën dhe Ramën, së bashku për një Maqedoni të stabilizuar. Eglantina Gjermeni, qendra e ekselencës që do të themelohet në Shqipëri, seli kryesore për rajonin e Ballkanit. Banka më e mirë në Shqipëri për 2016. Banka Kombëtare Tregtare fiton çmim nga një prej revistave më prestigjioze financiare, The Banker, një publikim i Financial Times. Aktualitet, Shaban Sinani, arkeologjia dhe dijet e profesor Korkutit. Sot profesor Dori Kule merr titullin qytetar nderi i Beratit. Rokada e radhës e ambasadorëve shqiptar në Greqi. Specialisti Fadil Kepi, përfitimi pensionit të plot, vullnetar dhe familjar. Mosha e daljes në pension për gratë dhe llogaritja për gjimnastët, të vetë siguruarit ish kooperativistët. Mozaik dhe aktualitet, urdhri, brenda 31 dhjetorit të nxiren nga skema 40% e invalidëve përfitues, se nuk ka para. Mjekësi, Detina dhe Argita Zalli, yndyrnat në dietë nxisin për hapjen e kancerit në organizëm. Sport, trajneri flamurtarit Gentian Mezani, detyra jonë është fusha e lojës, jo debatet jashtë saj, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me një ekskluzive nga Kanadaja, i vlla Mehmet Shehu. Çfarë mendon Duro Shehu për debatin mbi vdekjen e Mehmetit? Mbi të nuk mund të vinte dorë njeri pa lejen e Enver Hoxhës. Rrëfimi një prej 15 personave që morën pjesë në varrimin e çuditshëm të ish kryeministrit. 2 rrëfime mbi vdekjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Hetimet private të Duro Shehut dhe dëshmia e Vath Jeshilit, një nga personat e dërguar nga Komisioni i Planit të Shtetit në varrim.
Lajm i vonë, tunel me 1 ton drog, brenda 8 gra dhe 1 burr. Ndiqnin Balilin, jashtë zbuluan forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Vargjet e Arbendukës mbajnë titullin "Po cilët janë peshqit e mëdhenj?" Aluizni, 905 përfituesit për sipërfaqet e zëna, lista me emrat, vendimi i qeverisë për persone që do shpërblehen për zënien e pronave nga ndërtimet informale. Njoftimi i tatimeve, 10 janari, kufi për inventaret e bizneseve. Departamenti Amerikan i Shtetit, dhuratat e zyrtarëve shqiptar për ata amerikan, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon çelet me titullin "Lulzim Berisha trondit politikën dhe drejtësinë". Kryeministri Edi Rama, Partia Demokratike po mban peng integrimin e vendit. Kreu i Librës Bem Blushi, Dako fytyre e rilindjes, bëri sekserin dhe liroi Lul Berishën. Veliaj, nis rehabilitimi fushave sportive në parkun e Liqenit, më shumë hapësira për të rinjt. Qeveria e re, meta me Ali Ahmetin, me i rëndësishëm se rezultati zgjedhjeve është stabiliteti i Maqedonisë. Integrimi, Greqia vendosi veton, jo hapjes së negociatave për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Basha, protestat janë koncepti vjetëruar. Një koment nga Ilva Tare mban titullin "Apo presin antarët e kushtetueses të këndoj Kali?" Nga Elira Cukalla, analiza vazhdueshmëria e biznesit dhe rimëkëmbja nga katastrofat. Dosje, operacioni Kondor, plani CIA-s për të vrarë udhëheqësit e Majt. Aktiviteti, krijimtaria Ismail Kadares, sipas kritikëve shqiptar dhe të huaj. Projekti, ministrat Ahmeta dhe Dervishaj firmosin marrëveshje me KFV-n për impjantin e ri në Vlorë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt "Pas opinionit të Venecias për vettingun, nis ngritja e strukturës posaçme antikorrupsion. Bashkimi Evropian përzgjedh prokurorët që do kryejnë arrestimet VIP. Trajnim me ekspert belg, kroat dhe gjerman. Qeveria ndryshon kriteret e përfitimit të amnistisë për të burgosurit. Afate dhe kategori të reja përfituesish. Nuk dënohen ata që dorëzojnë armët. Pas lëvizjes socialiste për integrim, edhe Partia Demokratike kundër privatizimit të laboratorëve. Vokshi dhe Deda, koncensioni rrezik për vendin, qindra persona dalin të papunë. Autoriteti konkurrencës akuza autoritetit të mbikëqyrjes financiare për shturjen e tregut të sigurimeve, kërkesë kuvendit të ndërhyjë në institucionin e mbikëqyrjes. Soros del kundër Ramës, peticion për rrëzimin e buxhetit 2017, kriset miqësia mes kryeministrit dhe filantropit amerikan. Edi Rama, Pallati i Drejtësisë shumë shpejt do të bjerë. Lulzim Berisha nuk e liroi Dako, por bllokimi i vettingut. Sali Berisha, negociatat të bllokuan nga Rama, tentoi të blej Brukselin me zarfe. Lu dhe Vlahutin të tregojnë të vërtetën e vettingut. Miratohet buxheti për vitin 2017. Socialistët rrëzojnë amendamentin e lëvizjes socialiste për integrim për koncesionin e laboratorëve. Prokuroria nis hetimet për lirimin e Lulzim Berishës. Prokurori shqiptaro-amerikan John Juncaj në zyrën e Adriatik Lallës. Një koment nga Azem Parlaku mban titullin "Alepo si dhimbje në ekstrem". Nga Yqmet Zane, turizmi kulturor i Elbasanit dhe injorimi i realitetit janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema çelet me titullin "Shpartallimi i Partisë Demokratike nga veriu në jug". Analiza tronditëse e gjendjes së opozitës 6 muaj para zgjedhjeve. Lul Berisha u lirua nga gjykatësi që mbylli Gërdecin, arkivoi 21 janarin dhe liroi Fullanin. Kablogrami i Shtetet Bashkuara të Amerikës, 8 vrasësit e liruar nga Basha Ali Beaj për fushatën elektorale. Tiranë, 39 vjeçari përdhunonte prej muajsh vajzën e mitur të shokut, babai Jasje Zbulova. Dhuratat luksoze që Berisha u ka bërë zyrtarëve amerikan. Miratohet koncesioni 300 milion euro për rrugën e Kombit. Nga Merobaze botohet editoriali me titull "Testi, a është i lirë Lulzimi dhe Berisha?" Nga Spartak Ngjela, artikulli "Fundi i Saliut si i çdo keqbërësi". Nga Ilva Tare, apo presin antarët e kushtetueses të këndoj Kali? Nga Enver Robelli, ditët e fundit të një kasapi. Antena brenda familjes, Ed Halimi shmang vizitën me Lulin në Durrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema.
Gazeta 55, Rama, magnet për çdo kriminal. Të gjithë kriminalet falen në derën e rilindjes, ndërkohë që në rrjetet sociale fraza më e përdorur është Rama, kriminal të gjithë vendit bashkohuni. Ska integrim me Edi Ramën, ai fyen Evropën duke tentuar ta blejë me zarfe. Ish kryeministri Sali Berisha nga foltorja e kuvendit ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë e tij si përgjegjësit kryesor për faktin se Bashkimi Evropian nuk do të hap negociatat për anëtarësi me Shqipërinë. Sipas tij, kreu i qeverisë Edi Rama ka tentuar ta blejë Europën me zarfe. Berisha Ramës, ku do ta fshesh Balilin, Lul Berishën, Hakmarin për drejtësi dhe Prengën. Edvinit edhe Shkëlqim Selami, deputeti që i grabiti LSI-s, i doli i lidhur me krimin. Basha, lirimi Lulzim Berishës, prova se tani krimi po përdor qeverinë. Mafja e plerave po fiton terren. Qeveria koncesion për djegjen e 800 ton plerave të kryeqytetit në një ditë. Nga Nikolin Lëmezhi botohet artikulli me pende me gjak, Fran Mirakaj. Joakim Rom, ja si sulmoi Ismail Kadare në shtypin gjerman. Bota akademike nderon Ismail Kadaren. Konferenca shkencore ndërkombëtare Studio Kadarejana, Albanica et Humanitatis. Në rubrikën Forum botohen artikujt miratohet buxheti i Bashkisë Kamës për 2017-ën. Mziu, rreth 60% shkon për investime. Intervista, në Alepo po ndodh shpartallimi i perëndimit. Nuk mund të themi që nuk e dinim. Një dosje nga Kastriot Dervishi sjell fjala e Enver Hoxhës me 6 gusht 1946 para Kuvendit Popullor për traktatin e miqësisë me Jugosllavinë. Jemi vëllezër me jugoslavët, kemi derdhur gjak të përbashkët me ta në shekuj. Janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, votimi i buxhetit, rrogat dhe pensionet, si do të ndahet fondi $100 milion. Zbardhen batutat fyese mes kryeministrit dhe opozitës. Kuvend, vetingu për plas fort të Ramën me Berishën. Pranimi, Fakulteti Ekonomik ndryshon mesataren, rregullat e reja. Legalizimet, lista e përfituesve të rinj. Dekriminalizimi e pa precedent, 2.000 të dënuar pa të drejtë vote. Reagimi, Vangjush Dako, si e njohun Lulzim Berishën. Euro në nivelin më të ulët nga gushti 2010-s, dollari kërcen në 130 lek. Elseid Hysajn tani e do edhe Pep Guardiola. Tatimet plasin gjobat për bizneset, hafat deri më 10 janar për inventarët. Kryebashkiaku Veliaj, park sportiv dhe për të rinj, dhurata e bashkisë. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Hapërdamje administrative. Nga Gentian Gaba, opiumi i qorrave. Nga Ines Pol, rruga e Putinit për në shtëpinë e bardhë. Klubi Ballkanit, drejtori me kravatë të gjerë të lidhur shkurt. Faksimile rrallë e CIA-s, zbuloi dokumenti CIA-s, Enver Hoxha kërkoi vizë franceze, u ndjej kërcënuar nga Mehmet Sheo. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard çelet me titullin Dekriminalizimi. Deputeti i mazhorancës në prag të heqjes së mandatit, nuk publikoi dënimin në Itali. Analiza, kur ka një vit që është miratuar, ligji ende nuk ka gjetur zbatim të plot. Pse po lihet në harez dekriminalizimi? Cilat janë prapaskenat që lidhin zgjedhjet e 2017-s dhe të inkriminuarit? Listat me 753 emra që kanë marrë legalizimin, sipërfaqe që u shkaluar në pronësi, të miratuara me vendim qeverie. Analiza me shifrat nga tatimet, reform për studentët, apo për të shpëtuar 20 milion euro të borxheve të universitetit privat. Intervista e Bashës, kundër ndryshimeve të 2008-s, Berisha nuk merr vendime në Partinë Demokratike, përgjegjës jam unë. Debati për integrimin, Rama, Shqipëria jo pengi kalendarit të Komisionit Evropian, por i Partisë Demokratike. Berisha, me ty nuk ka negociata. Rama, pasaliu në rini si pula. Berisha, hundën në qiell, prapanicën në diell. Me diu Ramës, i e gomar. Lirimi Lul Berishës, Partia Demokratike kërkon shkarkimin e Dakos. Basha dorëzon në prokurori kallëzimin penal. Në Sarand kapet mbi 1 ton drog në një tunel, ndalohen 8 gra dhe një burr. Kapet 39 vjeçari, përdhunonte vajzën e shokut, arrestohet pas denoncimit nga babai minorenes. Për pensionet, Fondi Solidaritetit, ja se ku do t'i marrë qeveria paratë e shpërblimit. Për te i prallës pranë realitetit, fjalë përmes fotove, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard.
Gazeta Fryma e Re çelet me titullin "Kërma komuniste vazhdon të tërheqë Partinë Demokratike kundër të djathtës". Ti biri im do shkosh djathtës, është dicitura një fotomontazhi. Maestro Gjepeto, qyteti studenti, 14 dhjetor 1990. Zev Brozi, Berisha, arkitekt i rënimit të drejtësisë. Nga Alfred Sako botohet artikulli "Pse Berishën e ka zënë Zekthi pas aprovimit të vetingut nga Venecia". Nga Petrit Kaziu, kur do të fitoj me të vërtet Kosova pavarësinë e saj. Vetingu, 21 janari, Qez destabilizojnë Kërmën. Projekti Kamber Mici, pse u krijua Aleanca e Këshilltarëve të Rinj të Tiranës. Banka Botërore, Shqipëria me sistem të pazhvilluar pagesash. Sport, sulmuesi Shkëlzen Gashi synon një tjetër trofe në Amerikë. Hajdar Hysem Bloshmi, zëri kundër errësirës shekullore të Shqipërisë, shkruan Bedri Bloshmi në faqet e gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt "Erdhën profesionistët". Basha denoncoi dje në prokurori lirimin e Lul Berishës, shkarkim Dakos. Krimi ka kapur shtetin. Rama zhvegël dhe pengi disa prej kriminelëve dhe interesave të tyre. Basha, unë po e ndryshoj Partinë Demokratike sot dhe nëpërmjet kësaj do ndryshojmë Shqipërinë nesër. Zarfi i turpit. Rama kërkoi të blejë me paratë e krimit hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Flet aresti që në maj për Balilin, policia nuk e arrestoi. Koncensioni, në Tiranë do digjen 800 ton plera. Qim Selami, deputeti tjetër në trafikun e prostitutave. Nga Kastriot Islami botohet artikulli "Pengesat e Ramës, kushtet të Bashkimit Evropian". Nga Sami Miloshi, "Ndaleni dorën barbare mbi mat", janë titujt e faqes së parë të gazetës Rilindja Demokratike. Gazeta Integrimi, Ilir Meta, me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, i rëndësishëm stabiliteti dhe rruga euroatlantike e Maqedonisë. Jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për ne është që të drejtat e shqiptarëve të shënojnë një progres të dukshëm, përmes një zbatimi sa më real dhe më konkret të marrëveshjes së Ohrit. Bashkëpunim ndërmjet faktorit shqiptar për të avancuar në të drejtat e tyre në kuadër të një Maqedonie më evropiane. Ministri Lefter Koka prezanton nismën për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Lefter Koka, së shpejti do të jetë gati propozimi në qeveri për standardin euro për automjetet. Sokol Dervishej, marrëveshja me Bankën Gjermane për Zhvillim KFV. Ndërtimi i impjantit të ri u jep fund mbetjeve në Vlorë dhe ndihmon turizmin. Miratohet me 80 vota pro buxheti vitit 2017 dhe ligje të tjera të rëndësishme. Deputeti i LSI-s Silva Caka, marrëveshja me Bergh jep një shans keshit të rimëkëmbet. Një koment nga Rafael Glucksmann mban titullin "Siria me syt nga bota perëndimore". Nga Joseph Nye, "Betejat gjeopolitike në botën e internetit", janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, "Alarm mungesash te Tirana". Korabi akuzon Refik Halilin. Dëmtohet Kërqiku, edhe kapiteni Karabeci i pezulluar kundër luftëtarit. Revoltohet klubi Dibran, na dëbuan nga fusha e stërvitjes me urdhër të presidentit, një ditë pasi u morën barazimin. Ekskluzive, Arsen Hoxha, arbitrat komandohen nga Federata Shqiptare e Futbollit, jap se gabojnë kaq shpesh. Ish shefi arbitrave, gafa me 11 metrëshët se nuk i njohin rregulloret. Moviola nuk duhet jetë një lodër në duart e instruktorëve të federatës. Nga Besnik Dizdari botohet editoriali me titull "Epoka e re e kampionatit të Shqipërisë". Kuksi, Gjitsi, gjyq ekipit, zbardhen kritikat në mbledhje. Skënderbeu, Shehi, Josa na uroi, fitojmë edhe në Kukës. Vllaznia, Cungu shpërthen në analizë. Trajneri Shkodran kundër lojtarëve, nuk mund të luani sipas qefit, kam sakrifikuar shumë për ju. Trajneri i Shqipërisë Debjazi hedh dyshime për Portugali-Hungari. Ish mbrojtësi Dallku mjeshtër në Ukrainë, ja amaneti për kombëtaren. Mercato, Beshiktashi do hykën, Barça interes për ta ulan Xhakën. Botrori klubeve, Reali fiton, por e tërbon Moviola në fush. Intervista, Dybala, nuk e lë Juven edhe nëse më thret Messi. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes.
Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.